Është më shumë çështje talenti apo marketingu, si mendon? Unë mendoj i të dyave. Por edhe marketingu është një faktor që ndikon shumë tek suksesi. Domethënë sot ka menaxher, sot ka shumë faktorë të cilët ndikojnë për suksesin tënd që në një farë mënyrë, nëse ne deri dje mendojshim gjatë në studio për të cilë material të mirë dhe kishim atë merakun në bobo, do pëlqet. Sot nuk e vuajnë shumë këtë pjesë muzikante, sepse pothuajse 80% ose 70% të asaj që do quhet nesër sukses e merr në dorë menaxheri me grupin e punës. Pra mjafton që ti të këndosh mirë, pastaj kënga, mund të jetë e mirë, mund të jetë shka, por do ta ngrej kush publiciteti, marketingu, do ta ngren koncertet, ndriçimi, veshjet, balerinët, këto menaxhimet në rrjetet sociale, pra nuk është njësoj me ato vite. Ti ke qenë vetë Ali vet Kadi apo ke pasur? Në përgjithësi ashtu kemi qenë të gjithë. Imagjino sa vështirë kemi pasur ne në atë kohë, flasim gjithmonë, un kam dalë me fjalë dola me albumin e parë në vitin 2000, i thon vetëm 3 vjet kishin kaluar nga 97-a, shqiptarëve s'u kishte ikur akoma era e barutit nga rroba. Ka qenë kohë vështira. Imagjino nuk gjenim një vajzë që ta kishim personazh në videoklip. Merrnim ose kushurirat ose në një komshi, ishte shumë e vështirë se nuk ishte guximin vajza të dilën atë kohë, të shfaqesh, qoftë me një veshje ekstravagante etj. Kanë qenë kohë të vështira. Regjistronim me ca kamera të vjetra të kohës, sidoqoftë ishte diçka që bëhesh me pasion. Por kohërat ndryshonin shpejt dhe ne kishim shumë vështirë që të adaptoheshim me trendet e reja, me muzikën që ndryshonte nga dita në ditë dhe shihni se çfarë ndryshimesh ka nga ato vite sot ku jemi. Erion, çfarë ka mësuar muzika për jetën? A ke marrë një mësim nga këngët e tua? Shiko, mësimi nuk e di tani, unë flas nuk e di a vlen kjo që do them unë për njerëzit që po më dëgjojnë, sepse kjo është një eksperiencë personale. Pra, udhëtimi im në jetë ka qenë përgjithsisht i mirë, i bukur. Pra unë e kam shijuar atë që kam bërë, kam shijuar bashkëpunimet e mia, kam shijuar daljet e mia në festival, kam shijuar daljet e mia në Top Fest, në për koncerte etj. Po kjo nuk ka të bëjë me të tjerët. Kjo ka të bëjë me atë që unë vet kam përjetuar si eksperiencë. Më ka mësuar diçka shumë të rëndësishme, një zhgënjim total nga ata njerëz që i kisha afër gjatë kohës, i kam qenë i suksesshëm dhe që u zhdukën me magji, si me magji, kur unë nuk këndoja më dhe fillova t'i fshihesha skenës. Nuk ishin më ata njerëz. Kështu që si u justifikuan për shkak? Keni kujdes, si justifikuan? Nuk kishin nevojë fare për justifikim, largohen kaq. Thjesht largohen. Po tani në rrugë të shohin, i flet. Tani pranet ta thash që në fillim bisedës, tani edhe ti nuk ke më nevojë për ata. Ke nevojë për atë rrethin e ato 5-6 persona, 5-6 veta që ti beson verbërisht.